këto ligje që janë në fuqi, ligji për të ujë, edhe ligji për automjete, janë harmonizim me gjitha direktivat europiane. Gjitha drejtat i kanë. Fushata që është sot të bon nga ona e Ministrisë Brendshme, është vetëm një fushat vetëdijsuese ndaj ligjeve të cilat janë deri në vitin 2008 ka qenë me rregullore të mikut çështja të hujve kur nuk janë detyruar për me apliku për leje qëndrime dokumente. Pas vitit 2008 kur ka hyrë ligji në fuqi, për herë të parë ligji për të hujë, pastaj ka filluar gradualisht se nuk ka pas mundësi me njëherë mu inkorporua dhe mu zbatue këto. Pastaj ka pas ndryshime në 2010 edhe në 2013 është ligji bazik që është në fuqi ende, me disa plotësim ndryshime që ka ndodhë ko pas kohe për zbatim ma praktik. Ndërsa këto ligje që janë në fuqi, ligji për të ujë edhe ligji për automjete, janë harmonizim me gjitha direktivat europiane. Dhe nuk asnjë shtet, edhe Malizi, edhe Serbia, edhe gjitha shtetet që kanë pretendime mu antarësu në BE, janë ligje pothuajse gjitha të njëjta. Nuk ndryshojnë nga jo. 2013, ky ligj e ka para po, kur një i huaj mundet me arë në Kosovë dhe me apliku për leje qëndrim. Kur ka drejt me apliku për shtetësi, sa ka drejt me qëndrue në Kosovë në afat shkurt edhe me marrë qëndrim të afat shkurt përkashëm edhe qëndrim përhershëm edhe kur i plotson kushtet për apliku për shtetësie. Ligji ka qenë i zbatushëm nga fillimi. Mirë po, është problemi të qytetarë që kanë qenë Preshevë, Medvegj, bashkëvenda si tonë. Ka qenë problem se gjithë kanë arë në kohën kur është bo luft atje dhe jënë shpërngull, kanë arë që kinë në Gjilani, kinë një pjesë madhe, kinë në Fush Kosovë që janë të përqëndrunë. A janë të leruar? Qytetarët e Mitrovicës, Veriorët, të cilët kanë arë për vendet të ndryshme të Serbisë, janë koncentrua aty edhe nuk kanë shprej vullnet edhe dëshirë për me marë. Qytetarët e bashkëvendasit nga Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, problemin kryesor e kanë pas dëshirë me marë, po ka qenë institucionet e Serbisë që i kanë fshi prej evidencave të regjistra të lindjes. Veç saktoje, këta që kanë ardhë prej Preshevës, Bujanovcit, a kanë marë leje qëndrim? Ka që kanë marë, një pjesë shumë e madhe kanë marë. Tashti është në plotësim ndryshimi i vitit 2019, me zgabofsha, është shtu edhe një qëllim tjetër për me aplikun. Këto qëllime përfshihen gjithë qytetarët e Preshevës të cilët munden me dëshmu përmes fakturave, trymes të komunalit, munden përmes shkollimit, dokumentacionit shkollor, që i ka shkollu fëmijën edhe dëshmon që ka jetu në Kosovë për një kohë gjatë, 5 vite, ai me automatizëm i takon leje qëndrimit i përhershëm. E njëjta vlen edhe për qytetarët nga pjesa veriore, të cilët jetojnë atje nuk kanë apliku, mirë po kanë dokumente të cilët e dëshmojnë që kanë pronë, kanë ble, kanë jetu në Kosovë, kanë pagu taksa tatime, ka punu në Kosovë, i ka shkollu fëmijën këtu, kanë drejt me apliku. Gjitha drejtat i kanë, është çështje politike ajo që ju mendoni që shteti është të bon. Unë nuk ju marrë tu, ju marrë si i pavarën edhe onën profesionale. Nuk përdu me anu. Mirë po unë po foli në basë ligjit. Kështu që në basë ligjit, gjithan kjo shifra 8.000 serbë, në qofë se ju i informoni si duhet, që duhet me marrë për sipër, se kam frikë që janë të ndikun politikisht edhe nuk pe pranojnë këtu. Ligji është fuqi në 2013. Është e njëjta rregull që duhet mu pajis çdo i huaj që hyn në Kosovë. Duhet mu pajis me leje qëndrim. Qoftë se dëshiron mu pajis me qëndrim përkashëm. Ky ligj implikon edhe qytetarët e Kosovës, të cilët kanë pas shtetësitë të Kosovës, janë liru nga shtetësia e Kosovës, edhe ata të njëjtit kur të vinë në Kosovë kanë drejt me qëndru 90 ditë brenda 180 ditë. Mas 90 ditë edhe ata duhet mu pajis me leje qëndrim.